Vazhdon muaji i grave kineaste me projektimin e filmave të regjizores së njohur për fëmijë Xhanfize Keko, e cila do të mbahet mend si një ndër themeluesit e këtij zhanri dhe jo vetëm. Miq dhe kolegë të regjizores së njohur, aktore kineast, janë mbledhur në arkivin qendror shtetëror të filmit në Ish Kino Studio, ku kanë kujtuar këtë personalitet të shquar të kinemas shqiptare dhe ndoqën disa prej filmave të saj në kineman e arkivit të filmit. Ajo do të mbetet në historinë e kinemas një legjendë. E filloi veprimtarinë e saj nga shitse biletash dhe arriti deri në zenit, u bë regjizori e parë që u shpall artiste e popullit. Pra, Xhanua është një gur themeli në 3 aspekte, si themeluese montazhit, si gruaja e parë që çeli rrugën e emancipimit që dolli në xhirimet dhe si një themeluese e filmit për fëmijë. Aktoria e shquar Roza Anagnosti kujton filmat ku ka bashkëpunuar me regjizoren Keko, si dhe personalitetin e veçantë të artistes së popullit, e cila u nda nga jeta në 22 dhjetor të vitit 2007. Durimi i saj i jashtëzakonshëm. Kishte një ushtri burrash që duhet ta drejtonte dhe ajo më së miri ja delte në mënyrë të shkëlqyer dhe për ne gratë, domethënë, ka ndihmuar shumë në emancipimin e shoqërisë shqiptare me artin e saj. Edhe si njeri ajo ishte e mrekullueshme, unë kam pas fatin të gjëroj 2 filma me te, Qyteti më i ri në botë dhe Tavlanti kërkon një motër, dhe më thënë të drejtën kam një bashkëpunim të mrekullueshëm edhe më mungon edhe kujtoj vazhdimisht. Dhe kjo ardhja sot ishte kjo një, sikur më duket sikur do ta gjeja, do ta takoja sot Xhanfizën nëpërmjet punës saj. Por 13 vjet, deri në vitin 1984, regjizoria Xhanfize Keko realizoi 12 filma artistik, që janë edhe sot mjaft të pëlqyer, sidomos tek fëmijët. Të realizuar artistikisht, por edhe me vlera edukative, filmat e Xhanfize Kekos kanë konkuruar me dinjitet edhe në festivalet ndërkombëtare. Përveç çmimeve e titujve të shumë, në vitin 1984 regjizoria u vlerësua me titullin e lartë artiste e popullit. Ajo ka fituar edhe kupën e festivalit të parë për filmin Beni ecën vet në vitin 1976, ndërkohë që mbetet padyshim regjizoria e parë shqiptare dhe më e vlerësuara me çmime për filmat e saj në festivalet ndërkombëtare të kinematografisë. Filmi Beni ecën vet ka fituar medalje edhe në festivalin Gjifoni në Itali, ndërkohë që filmat Pas gjurmëve dhe Tomka dhe shokët e tij janë vlerësuar gjithashtu me çmime të rëndësishme në festivale të ndryshme ndërkombëtare. Tituj të tjerë të dashur për publikun e vogël shqiptar nga filmat e regjizores Keko janë Mimoza Lastica, si dhe Tavlanti kërkon një motër.